Faleminderit zoti kryetari i seancës, që më në fund më dha dhe mua fjalën. Zonja deputete, zotrinj deputet, vërtet që na u lodh koka. 45 minuta fjalim kryeministri. Opozitës i takon drejta të flasi po kaq. S'dua t'ju rroganis kokën me gjërat ngjashme. Sepse të përmendësh në këtë seancë me probleme aktuale shumë më të rënda, të përmendësh çështjet e konventave, realiteti 25 viteve të fundit, gjërave të kudo ditura dhe të kudo ndodhura, vetëm që të largosh vëmendjen nga problemet reale, është një gjë që Edi Rama sapo e bëri para jush. E bëri për 45 minuta. Dhe pa gjëra që i njohim. E dim që i marrë shqiptare ka qenë histori e tillë, pavarësisht se një pjesë e saj është bilinge. Por nuk na tha gjë tjetër. Që ndërkohë që premtoi rregullimin e gjitha marrëdhënieve me fqinjët, që i supozonte me probleme, i ka çuar në mënyrë artificiale, pjesërisht, në marrëdhënie me probleme. Përjashto Serbinë, ku takohet më shpesh se normale me kryeministrin e atij vendi, çka në vetvete është normale, po shpejtësia do duhet justifikohej me produkte konkrete, ku më tepër mbizotron propaganda, se sa zgjidhje atyre probleme, jo të shumta, që janë fushë bilaterale, me krahasime historike, sikur jemi De Gaulli dhe Adenauri i Ballkanit, ndërkohë që krahasimi është krejt pa vend. Me idenë që të marrë lavdërime ndërkombëtare sepse ofron zgjidhjen e një problemi që nuk ekziston. Zonja e zotrinj, do doja t'i referohesha një deklarate që bëri një diplomat Tiranë, e kam thënë dhe më parë që ata nuk i komentoj publikisht si zakon, dhe është zakon që s'dua ta prish. Megjithatë, për sa mbaj mend unë, apo kam lexuar unë, përjashto periudhën e regjimit komunist, që ishte një natyrë tjetër dhe një kontekst historik tjetër, si në Shqipërinë e pavarur të para luftës së dytë, ashtu dhe në Shqipërinë postkomuniste të demokracisë, me gjithë probleme, tensionet, grindjet, nuk kam lexuar apo dëgjuar ndonjëherë që një diplomat të kategorizoj ministrat e qeverisë shqiptare dhe të pohoj që ka ministra që meritojnë 0 si not. Nuk e hy arsyeve pse u tha kjo. Dhe pse i imagjinoj cilat janë ato. Por pyetja ime ishte, ku e kemi krye qeveritarin të asaj qeverie antarët e cilës ka marrë notën 0 nga zotërian fjalë? Ku e kemi këtë trimbitrimat të qartur, i cili para 3 vjetësh sfidonte Dajsamin mbasi i dha fjalën, sepse sipas tij dëgjoi zërin e popullit për armët kimike, për të bërë një koncesion tjetër dhe më problematik 3 vjet më vonë. Ku është ky kurajoz i madh që 3 vite kryeministër vazhdimisht i ka dhënë leksione Evropës, Bashkimit Evropian nga pozita superiore, për krizën, për lodhjen, për refugjatët, për reformat? Ku është ky kryeministër që ka ardhur dhe si thash ka ofruar marrëdhënie të barabarta me fqinjët? E kemi parë se dilën e pasme të makinës në një pozitë jo fort këndshme, teksa
e shëtisnin në një kryeqytet rajonal, që nuk dele thot, si ka mundësi t'ja cilësojnë kështu ministrat, gjysmën e ministrave ti me notën 0, nuk e dim, bëhet fjalë për ministrin e Ashashit, për ata të partneriteteve publika-private, për atë të energjisë, të cezit e problemeve tjera. Duhet dilte ta thoshte. Duhet dilte të shpreh. Duhet dilte zot atyre që punojnë për të. Dhe këtë nuk e bën. Nuk e bën se ka frikë. Nuk e bën se e din që e din. E di që ja din. Sepse i thuhet kjo gjë. Dhe me kë merret? Merret me armikun e radhës. Merret me mediat. Përjashto ato që paguan vetë. Apo josh vetë. Apo koopton vetë. Merret me mediat e pakapura. Merret me portalet online. Merret me njerëzit në rrjetet sociale si armiku i ri, që nuk shikon mrekullinë që e ka ndërtuar. Njerëzit e tij anullojnë emisione investigative. Edhe kur Komisioni për Edukim dhe Media do të dëgjoj pse është pushuar nga puna Alida Tota, mbasi investigoi situatën Lendfill në Sharës dhe vrasjen e Ardit Gjoklajt. Pse është anulluar kontrata e publikusit që nuk arriti transmetonte kodrinën e vdekjes. Çfarë bën ai me njerëzit e tij? Përpiqet një drejtë elementare dhe normalisht Këshilli Miqësor do thoja të padëmshme për qeverinë, pra thirrjen e dëgjes, që është një drejtë e opozitës, pra 1/3 e deputetëve përpiqet ta bllokojë. Siç bëri javën e kaluar. Jo vetëm me bllokim aparatesh, po dhe me ndalesë fizike të gazetarëve në sallë. Të gazetarëve që nuk lejoheshin nga korridori të futeshin në sallën e mbledhjes komisionit. Ky është realiteti që ai paraqet. Ky është realiteti që kemi. Me këtë kryeministër nuk ndërton dot më realitetin paralel. Me gjithë propagandën dhe makinerinë e propagandës më të madhe që ka patur ndonjëherë. Një kryeministër këto 25 vjet. Specialitet i tij personal. Përsëri njerëzit e din, njerëzit e shohin, njerëzit e flasin, dhe ka një hapësirë që nuk e kontrollon dot. Akoma, siç është interneti, siç janë mediat online, siç janë rrjetet sociale, po dhe aty nuk ndalet. Prodhon ligja ndaj këtej, se ai para një viti, kriminalizimi i fjalës lirë, që u detyrua ta tërhiqte nga reagimi i opozitës dhe shumë të tjerëve. Dhe të tjera që përpiqet sjelli përsëri. Që ti mbylli dhe ato portale që me gjithë mirat e të këqijat e medias, por shpesh herë në mënyrë dokumentuar, serioze, analitike dhe objektive, paraqesin skandale, zullume, shkelje ligjore, transgresione, abuzime, edhe të tjera, ta skuj tjetër, në radhë parë, përveç se kësaj qeverie. Prandaj zonjë e zotrinj, ende ka hapësirë dhe marrin vesh dje që në qytetin e Rrëshenit, qendër rrethi, brenda në qytet, pak qindra metra nga komisariati i policisë, gjenden tonelata, jo një, jo dy, por shumë tonelata hashash i tharë. Dhe policia ishte aty. Se kishte parë, s'ndërhynte dot, thiri kolegën nga Lezhë, prapë s'bënte dot gjë dhe u detyrua një trup tjetër të vinte. Të ndërhynte. Ky është realiteti i një dite. Nga shumë e shumë ditë të muajve të fundit, që kur është pjekur bima në arë. Çfarë bën zoti kryeministër? Përsërit nuk i ikën dot shifrës magjike, kanabiste. Jo të Fronti Demokratik, po kanabiste. Kësaj radhe
që kemi kapur, shkullur, djegur 99.8%. Dhe aritmetika e thjesht. Këtë 0.2%, nëse do ishte droga e Rëshenit, e Durrësit, e kapur në Bari, e kapur në Vlorë, e kapur në vende tjera, do të i kalonte vendet njohura latinoamerikane, që janë problem për vete dhe për botën. Një problem që Shqipëria se ka pasur parë, dakord, ka qenë i fokusuar në Lazarat dhe vende në pjesën tjetër të vendit. Por, ky që e ka luftuar, gjithandej, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, normalisht 25 vjeçare, se s'ka qenë problemi më herët. Për herë të parë, kryeministri the gjithë ambasadorët, normalisht, mendimi im, për unjur, do duhet thrisë vetëm ata të Bashkimit Evropian dhe të Amerikës Veriut. Megjithatë, gjithë ambasadorët akredituar për të treguar problemin, për të kërkuar ndihmë, për çfarë të kërkojnë ndihmë, për lejen që ka dhënë, për policinë që ka përfshirë, për pistat e fluturimit që ka lejuar të ndërtohen, për çfarë duhet kjo ndihmë kur çështja është vetëm çështje vullneti që ka munguar. Dhe ka munguar pikërisht se kanë qenë përfshirë ata që u flasin, diplomatëve të thirrur në takim, që e dinë se çfarë do dëgjojnë, që qeshin me shifrat, që e njohin problemin dhe kanë informacione, dhe që nxisin ato segmentet shtetit të pakapura nga rilindistët, që të bëjnë punën e tyre dhe të avancojnë. Dhe i dim cilat janë, i kemi thënë. Dhe pa pikën e sikletit, kërkon, pretendon që janë të tjerët që e pengojnë në Bashkimin Evropian opozita, deputet caktuar, me denoncimet e tyre, ndërkohë që problemi është mullar për atë gjithë dhe përveç kryeministri nuk e shikon nëse pretendon se nuk e shikon se e njeh shumë mirë. Por ka vështirësi në ndërtimin e realitetit paralel përmes propagandës tij, makinës propagandistike. Prandaj, zonja zotrinj, këto çështje do meritonin trajtoheshin ndryshe. Ashtu si edhe çështja e Serbisë që e ceka pak më parë. Asgjë kundra përmirësimit të marrëdhënieve. Natyrisht që Kosova është një problem i madh, po duhet prirë nga vetë Prishtina me një rol mbështetës Shqipërisë, por është një problem tjetër që ne si komision e kemi ngritur, madje jemi investuar në të. Në çështjen e shqiptarëve të Preshevës, të cilët nuk kanë libra shkollor në gjuhën shqipe. E premtoi herën e parë kur vajti në Beograd se kishte rënë dakord për njohjen e diplomave, që është një problem për banorët shqiptarë të Lukinës, dhe për librat shkollor. Doli që kishte gënjur. Kemi kërkuar me shkrim informacion dhe me shkrim nga ka thënë që s'është realizuar. Kësaj radhe e njëjta gjë. Doli dhe tha, ose folën tjerë në emër tij, që të dyja çështjet janë zgjedhur, ka rënë dakord me zotin Vučić. Lexova shefen e kabinetit kryeministit të Serbisë, që tha që nuk ka një marrëveshje të tillë. S'kemi rënë dakord për këto gjëra. Që do ishte i vetmi produkt konkret me përjashtim shkëmbime verinore që ndodhin e pa qendra të ngritura apo stafat. I vetmi problem konkret i natyrës, themi, patriotike, i një detyrimi që është në radh parë njerëzor pasi është arsimor, që do arrinte Rama me takimet e tij super të shpeshta me kryeministin e Serbisë. Për herë të dytë përgënjeshtrohet. Dhe këtu merr flet për gjërat qenë e pa qenë 25 vjeçare, relativisht pa interes, dhe nuk tregon diçka akute, konkrete, praktike të ditës sotme. Ky është kryeministri që foli 45 minuta për të mos thënë asgjë dobishme, asgjë me interes konkret. Dhe në fund fjalës time edhe një herë po i kthehem çështjes së njohur të maturantëve dhe të pranimeve në universitete. Përfundimisht, në mënyrë
të pazemërt dhe të padenj, brezi i maturantëve të këtij viti dhe i studentëve të vitit parë të vitit universitar që filloi, nuk patën asnjë mundësi për të shkuar në një program studimi në një universitet caktuar sipas meritës tyre, performancës, rezultatit që kanë patur, të matur objektivisht presojmë, dhe preferencës që ata kanë, të dyja në raport me universitetet. Mënyra se si u mbyll regjistrimi tregojnë për vende masive bosh. Tregojnë që nxënës me rezultate shumë të mira kanë shkuar në dekt pa preferuara për ta nga Afrika se mos ngelin jashtë. Dhe ata me rezultate më të dobta dhe shumë më të dobta nga njëherë se ta kanë shkuar në dekt që njihen si super të kërkuara. Ndërkohë që këto të fundit janë ende me vende bosh, nuk bënde në jerë vaki që mos plotësoj farmacia, apo inxhinieria elektronike, apo tjera e tjera. Janë me vende bosh, me fakultetin e shkencave të natyrës, që rrezikon të mbylli programi studimi në radh parë për shkak të keq funksionimit të kësaj formule që aplikoi qeveria këtë vit. Po të kishte qenë pak më e digjueshme, pak më e përunjur dhe më shumë me zëmër, do kish ndjekur një këshill të mirë që mos ta ndryshonte radikalisht me një formulë të patestuar dhe që rezultoi ashtu siç u parashikua se do dilte. Antimerit dhe antipreferencë dhe fatkeqësi për brezin e studentëve të vitit parë të 2016-s. Dhe shpresoj shumë që gjërat ndryshojnë si duhet vitin e ardhshëm, që brezi i 2018-s, brezi i 2017-s të mos ketë njëjtin fat. Ju falenderit.